Valet e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program I përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Unë besoj se nëse luteni për një person të caktuar, do të shihni një transformim në jetën e tij. Miq të dashur, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, pjesë e shërbesës mësimore të Dr. Charles Stanley. Gjatë viteve të shërbesës së Dr. Stanley, një nga temat kryesore që është shfaqur her pas here është fuqia e lutjes. Mesazhi I sotëm fokusohet në çështjen se si lutja mund të transformojë jetën tënde dhe të prek gjithashtu edhe jetën e dikujt tjetër. Nëse dikush që njihni ka nevojë dëshpërimisht për të përjetuar fuqinë e Zotit, atëherë qëndroni me ne për të mësuar se si mund të sillni një ndryshim në jetën e tyre. Në këtë proces, do të zbuloni se vetë jeta juaj do të transformohet nga fuqia e lutjes. Këtu me ju për t'ja shpjeguar këtë ndodhet Dr. Charles Stanley. Ju urojmë të gjithëve dëgjim të këndshëm të programit tonë. Gjëja më e fuqishme që mund të bëni për të sjellë një ndryshim I jetën e dikujt tjetër është të luteni për të. Ti mund të thuash, e di që kjo është e vërtet, por nuk jam I sigurt se për çfarë saktësisht duhet të lutem. Si duhet të lutem në mënyrë që të sjell një ndryshim në jetën e një personi? Në mesazhin e ditës së sotme dua t'ju jap një model lutjeje që do t'ju ndihmojë të dini se si të sillni një ndryshim në jetën e dikujt tjetër. Por dua t'ju jap edhe një paralajmërim gjithashtu. Çfarë prisni të ndodh kur filloni të luteni që Zoti të ndryshojë jetën e dikujt tjetër? Perëndia do të ndryshojë jetën tuaj. Nëse luteni për dikë tjetër, diçka do të ndodhë në jetën e atij personi, por unë ju siguroj se edhe në jetën tuaj do të ndodhë diçka. Do të doja të shkojmë së bashku tek letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli I parë. Le të lexojmë vargjet 9 deri në 12. Kjo është lutja që bëri Pali për të krishterët e Kolosit. Ai e bëri këtë lutje kur ishte në burg. Lutja e fuqishme do të sjellë ndryshimin në jetën e personit për të cilin po luteni pavarësisht se ku ndodhet ai. Dua t'ju jap një paralajmërim. Ju nuk mund ta bëni këtë lutje për dikë tjetër nëse Zoti nuk ka filluar të punojë për të njëjtën kërkesë në jetën tuaj. Unë do të doja ta analizoja lutjen e Palit për të parë efektin e jashtëzakonshëm që mund të ketë ajo mbi dikë tjetër. Atëherë, tek letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli I parë, vargjet 9 deri në 12, Pali thot: Prandaj edhe ne, nga dita që e dëgjuam këtë, nuk pushojmë të lutemi për ju dhe të kërkojmë që të mbusheni me njohjen e vullnetit të Tij me çdo urtësi dhe mençuri frymërore. Që të ecni në mënyrë të denjë për Zotin, që t'i pëlqeni Atij në çdo gjë, duke sjell fryt në çdo vepër të mirë dhe duke u rritur në njohjen e Perëndisë, duke u forcuar me çdo fuqi pas pushtetit të lavdisë së Tij për çdo ngulm e durim me gëzim, duke falendëruar Perëndinë atë që na bëri të denjë, të kemi pjesë trashëgimin e shenjtorëve në dritë. Kur lexoni këtë lutje, ndoshta mund të thoni: "O Zot, nuk jam lutur kurrë kështu, nuk më kujtohet diçka e tillë." Kjo është një lutje që Zoti e ka shkruar për ty. Është një lutje që ti mund ta lexosh dhe Zoti do të përgjigjet. Dua t'ju inkurajoj që ta bëni këtë lutje së pari për veten tuaj. Së dyti, bëjeni këtë lutje për dikë për të cilin jeni interesuar. Mënyra më e mirë për të ndërtuar besimin është I kërkosh Zotit të bëjë diçka specifike dhe pastaj të shikoni Zotin duke sjellë atë gjë në realitet. Kështu që, herën tjetër, kur t'i kërkoni Zotit diçka, do të jeni më të fortë. Ndërtuesi më I madh I besimit dhe motivuesi më I madh për një lutje tjetër është të kujtosh kohën kur je lutur specifikisht për diçka dhe Zoti e ka bërë. Në këtë mënyrë ti mund të lutesh për dikë tjetër. Mos thoni do lutem kështu për filanin apo për filankën. Mendoni në fillim për veten tuaj. Janë 7 gjëra të cilat do të doja që t'i vini të re në këtë lutje. Cila është gjëja e parë? Në vargu 9 na thuhet që ne vet ose personi për të cilin po lutemi të mbushet
me njohjen e vullnetit të tij me çdo urtësi dhe mençuri frymërore. Për çfarë flitet këtu? Pali thot, me çdo mençuri frymërore. Jo mençuri sipas botës, por mençuri frymërore. Kjo do të thotë ti shohësh gjërat sipas pikpamjes së Zotit, duke kuptuar mendjen e tij. Si po punon Zoti në këtë situatë të caktuar? Ai thot me çdo urtësi, duke kuptuar në këtë mënyrë natyrën e asaj që do të bëj Zoti në jetën time. Ne duhet të bëjmë një dallim të qartë midis diturisë së Zotit, asaj që thot mishi dhe asaj që thot Zoti. Nëse ju miqtë e mi jeni prindër, atëherë duhet të luteni kështu çdo ditë për fëmijët tuaj. Thuajeni Zotit: Zot, tregoj djalit tim se cili është vullneti yt për jetën e tij. Zot, tregoj vajzës time se cili është vullneti yt për jetën e saj. Zot, mbushi ata me njohurinë e vullnetit tënd në vendimet që marrin. Duke u lutur në këtë mënyrë, Zoti do t'ju tregojë atyre mjaft qartë se si duhet ta investojnë jetën e tyre. Zoti do të ringjall ato fusha në jetën e tyre me të cilat ata duhet të merren. Rrëfimi dhe pendimi do të vijë. Zoti do të pastrojë ndërgjegjen e tyre dhe do të largojë fajin e tyre. Perëndia do të fillojë të rrisë në jetën e tyre një dëshirë të thellë për të njohur vullnetin e tij. Askush nuk më mësoi të bëja këtë lutje, por si fëmijë më kujtohet që kam bërë shpesh. I thoja Zotit: Zot, më trego vullnetin tënd për jetën time. Fillova ta bëja këtë lutje edhe për fëmijët e mi, madje edhe para se ata të lindin. Unë lutesha: Zot, tregoju atyre vullnetin tënd në jetë. Kjo ishte gjëja e parë që u mësova fëmijëve të mi që të luteshin, madje edhe para se ta kuptonin se çfarë nën kuptonte ajo frazë. Së pari, Pali tha: lutuni që të mbusheni me njohjen e vullnetit të tij me çdo urtësi dhe mençuri frymërore. Kjo do të thotë të kuptosh se cila është pikpamja e Zotit dhe çfarë mund të bëjë Zoti në jetën e dikujt. Kjo është kërkesa numër 1. Kërkesa numër 2. Ai thot, jo vetëm që të mbushemi me njohurinë e vullnetit të tij në çdo urtësi dhe mençuri frymërore, por thot që të ecni në mënyrë të denjë për Zotin. Kur Bibla flet për ecjen e krishterë, flet për stilin ton të jetesës. Stili ynë i jetës dhe sjellja jon duhet jetë e tillë që të përshtatet me atë se kush jemi ne. Kur ai përdor termin të denjë për Zotin, nënkupton që ne duhet të shohim jetën e Zotit Jezus dhe pastaj jetën tonë. Si është stili ynë i jetesës në dritën e karakterit të Zotit Jezus Krisht? A është jeta jon aq e mbushur me cilësi dhe karakteristika të Krishtit, sa që gjurmët që lëm në jetën tonë të bien në sytë e një personi që dëshiron të gjejë Krishtin, apo që dikush tjetër të ndikohet pozitivisht? Kërkesa e tretë. Deri tani tham që të mbushemi me njohjen e vullnetit të tij dhe të ecim në mënyrë të denjë për Zotin. Dhe së treti, t'i pëlqejmë atij në çdo gjë. Kjo nuk do të thotë të jetosh në skllavëri. Ti nuk e pse jeton nën presion dhe thua: o Zot, duhet të bëj këtë, atë apo diçka tjetër. Kur ti të jesh i mbushur me njohjen e vullnetit të Zotit, atëre ke për të kuptuar qëllimin e jetës tënde. Dëshira e zemrës tënde duhet të jetë ti bindesh Zotit. Nuk mjafton vetëm që të dua të jem i bindur, por duhet t'i bindem atij. Ne duhet t'i bindemi Zotit kur na leverdis dhe kur nuk na leverdis, pavarësisht nëse kemi apo jo aprovimin e dikujt tjetër. Bindja është gjëja kryesore. A keni një dëshirë të thellë për t'ju bindur atij? Kur dyshimet vijnë në rrugën tënde, atëherë pyetja kryesore duhet të jetë: çfarë dëshiron Zoti? Kur dikush ju bën një ofertë, atëherë përsëri pyetja kryesore është: çfarë dëshiron Zoti? Sa herë që të ndojeni në një fushë të caktuar, përsëri duhet të pyesni: çfarë dëshiron Zoti? Çfarë e kënaq atë? Ne nuk duhet të bëjmë gjërat që kënaqin mishin, apo gjërat që fitojnë miratimin e botës, por atë çfarë kërkon bindja e Zotit prej meje në një moment të caktuar. Lutuni së pari që të mbusheni me njohurinë e vullnetit të Zotit, që të ecni në mënyrë të denjë për Zotin dhe t'i pëlqeni atij në çdo gjë. Ne nuk duhet jemi të bindur vetëm për disa gjëra, por duhet të kemi një dëshirë të fortë të brendshme që t'i bindemi Zotit në gjithçka. Nuk e kam fjalën për kërkesat ligjore. Ja pse e theksoj se duhet të ekzistojë një dëshirë e thellë në zemrën tuaj për t'ju bindur Zotit. Ne nuk duhet t'i bindemi atij vetëm sa për të dukur, apo vetëm se jemi të friksuar për vdekjen se Zoti do të na gjykojë. Ne duhet të kemi dëshirë t'i bindemi atij në gjithçka. Numri 4. Në vargun 10, duke sjellë fryt
në çdo punë të mirë. Lutja jonë duhet bërë në mënyrë që të sjellë fryte në çdo punë të mirë. Këtu nënkuptohet aktiviteti, përfshirja, shërbimi dhe dhënia e vetes tonë ndaj të tjerëve. Ndërkohë që thoni këto fjalë, Zot bëj që jeta ime të sjellë fryte në çdo punë të mirë, sillni në mendje njerëzit që njihni. A lën ata gjurmë në jetën tuaj apo nuk ka asgjë të veçantë tek ta? A e dini se kur shumë njerëz largohen nga kjo jetë, na mungojnë emocionalisht vetëm për një periudhë kohe. Shumë njerëz e jetojnë jetën e tyre në një mënyrë të tillë sa që kur largohen prej saj, nuk ndodh ndonjë ndryshim i madh. A e dini pse? Sepse jeta e tyre përfshinte kryesisht gjërat e përkohshme dhe jo gjërat e përjetshme. Miqtë mi, mendoni pak për këtë. A do doni që pasi të ishit larguar nga kjo jetë, të mos linit asgjë pas? Të gjithë ne kemi për të bërë vetëm një udhëtim në këtë botë, dhe Pali thotë se ne duhet të sjellim fryte në punë të mira. Do t'ju bëj një pyetje. A ka sjellë jeta juaj ndonjë ndryshim të përjetshëm në jetën e dikujt që kur jeni shpëtuar? Të sjellësh fryte do të thotë të jesh produktiv. Kjo do të thotë se për shkak se ti je këtu, diçka ndodh. Jeta jote sjell një ndryshim. Më lejoni të pyes edhe një herë. A ke sjell ti një ndryshim vendimtar në jetën e dikujt tjetër? Ne duhet të ecim në mënyrë të denjë para Zotit, duke i pëlqyer atij në gjithçka dhe duke sjell fryte në çdo punë të mirë. Numri 5. Pali në pjesën tjetër të asaj lutje, tek vargu 10 thotë, duke u rritur në njohurinë e Zotit. Ai nuk thotë të njohim Zotin, ai thotë duke u rritur në njohurinë e Zotit. Çfarë mendonte se do të donte Zoti në qiell që ju të mësonit më shumë se gjithçka tjetër? A mos vallë mendoni se ai është interesuar që ju të mësoni më shumë rreth pemëve, stinëve, zogjve, oqeanëve, teknologjisë, mjekësisë, historisë apo letërsisë dhe matematikës? Perëndia është interesuar në gjithçka që jeni të përfshirë dhe ai dëshiron që gjithçka ta bëni mirë. Zoti dëshiron që ju të rriteni në njohurinë se kush është ai dhe se si vepron në jetën e një personi. Është një tragjedi e vërtet nëse pasi keni jetuar 60 apo 70 vjet këtu në tokë, vdes dhe del para një Zoti për të cilin nuk di asgjë tjetër veç faktit që ai është Perëndi dhe që ti je shpëtuar me anë të hirit të tij. Më lejoni t'ju bëj një pyetje tjetër. Cila është dëshira juaj më e zjarrt? Krahaso kohën që kalon duke lexuar gazeta apo duke parë televizion me kohën që kalon duke lexuar Biblën. A doni ta dini se cili është principi me anë të cilit vepron Zoti? Si punon ai në zemrën e njeriut? Sa më shumë ta njihni Zotin, aq më mirë do t'i njihni rrugët e tij dhe aq më të vlefshëm do të jeni për miq, për çdo tjetër që takoni dhe për punën e Zotit. Sa më mirë t'i njihni rrugët e Zotit, aq më të vlefshëm jeni për shoqërinë tuaj dhe aq më të çmuar jeni për familjen, sepse kur t'i njihni udhët e Zotit, do të jeni në gjendje të interpretoni çfarë po ndodh. Vetëm atëherë gjërat që shqetësojnë disa njerëz nuk do t'ju shqetësojnë më. Gjithçka ndodhet në Bibël. Zoti vepron në këtë mënyrë. Kjo është rrjedhja normale dhe natyrale e këtyre gjërave. Ne duhet të lutemi për rritje në njohuri të udhëve të Zotit, duke patur parasysh të gjitha gjërat me të cilat ju ka bekuar Zoti. A jeni të kënaqur që e njihni atë kaq pak? Ai thotë, lutuni që të mund të ketë një rritje të vazhdueshme në njohurinë e Zotit në jetën tuaj. Numri 6. Shikoni letrën drejtuar Kolosianëve, kapitulli i parë, vargu 11. Pjesa tjetër e lutjes është: duke u forcuar me çdo fuqi pas pushtetit të lavdisë së tij, për çdo ngulm e durim me gëzim. Fjala fuqi është dunamis. Nga kjo fjalë rreth fjala dinamit. Kjo fuqi është fuqia mbinatyrshme e Zotit. Duke u forcuar me çdo fuqi pas pushtetit të lavdisë së tij, për çdo ngulm e durim me gëzim. Le ta shohim fjalën pushtet. Fjala pushtet është një fjalë krejt tjetër nga fjala fuqi. Ajo është kratos dhe përdoret vetëm për fuqinë e Zotit dhe jo për fuqinë njerëzore. Duke bërë këtë lutje, ne i themi Zotit: Zot, unë dua të eci në energjinë tënde. Unë dua të eci në forcën tënde. Unë dua të shërbej në fuqinë tënde, në pushtetin tënd dhe jo me forcat e mia. Bëjeni këtë lutje për fëmijët tuaj, për ata që janë në mes të problemeve apo për çdo që po përballet me një tundim. Thuajeni Zotit: Zot, përdor fuqinë tënde në jetën e tyre. Jepu atyre forcë dhe energjinë tënde. Jepu diturinë tënde.
Perëndia ka marrë përsipër tu përgjigjet të gjitha këtyre kërkesave. Unë nuk kam pse lutem, Zot, nëse është vullneti yt, më forco. Zot, më jep fuqi nëse ky është vullneti yt. Unë e di që ky është vullneti i ti dhe nuk kam pse lutem kështu. Ndonjëherë, arsyeja pse jemi kaq të dobët është sepse nuk ndalojmë kurrë duke kërkuar gjëra të tij. Pali nuk do ta kishte vendosur atë shprehje në lutje nëse Zoti nuk do të kishte si synim që ta bënim këtë lutje për vete dhe për të tjerët. Zoti ju forcoft me çdo fuqi sipas pushtetit të tij të lavdishëm. Në të vërtetë, ndodh që Zoti nuk e zbret nga qielli fuqinë dhe na i jep ne. Përkundrazi, kur ne bëjmë atë lutje, shpirti i shenjtë që jeton brenda nesh çliron energji dhe fuqi në jetën tonë shpirtërore. Energjia shpirtërore bën që ne të kemi ndikim mbi jetën e dikujt tjetër. E vërteta është se Zoti nuk na la këtu poshtë në mënyrë që të jetonim jetën tonë sa më mirë të mundim, por ai erdhi të jetonte brenda nesh. Kur flasim për të lutur për fuqinë në jetën e një personi, ajo nuk është fuqia që më jep mua Zoti si dhuratë. Ajo është shlirimi i asaj fuqie që tashmë ka qenë brenda meje me anë të frymës së shenjtë. Ka njerëz që thonë, do të doja të shërbeja Zotit duke sjell frut në çdo punë të mirë, vetëm nëse do të mundja. Miku im, Perëndia i plot fuqishëm, burimi i të gjithë forcës dhe fuqisë, ka marrë përsipër tashmë të aftësojë nëpërmjet fuqisë së Shpirtit të Shenjtë, gjithmonë në çfarë do lloj situate dhe pas një përjashtim. Ai ka premtuar të aftësojë të bësh çdo punë që Zoti të ka kërkuar të bësh. Ti nuk e pse shqetësohesh nëse i ke apo jo të gjitha gjërat që të nevojitem për të përmbushur atë që kërkon Zoti prej teje. Ne madje nuk kemi pse përdorim as shprehjen, sikur të më ndihmonte Zoti. Miq, çfarë mund të bënte ai më shumë se sa të vinte dhe të jetonte brenda jush në mënyrë që t'ju siguronte se në çdo moment ju po i shërbeni Zotit dhe që fuqia e Zotit shlirohet për atë aktivitet që po bëni. Shpesh dëgjoj njerëz që thonë, "O Zot, të lutem, më ndihmo." Ai tashmë ka bërë këtë. Ai të ka dhënë një dozë të fuqisë së tij për tërë jetën dhe ti nuk ke për të pasur nevojë për më shumë se kaq. Çështja është që ti duhet t'i besosh Zotit që ta shlirojë atë fuqi në ty. Në vargun e 11, Pali vazhdon duke thënë, për çdo ngulm e durim me gëzim. Dhe pastaj vargu 12 thot, duke e falenderuar Perëndinat që na bëri të denjë, të kemi pjesë trashëgimin e shenjtorëve në dritë. Numri 7. Ne duhet të lutemi që jeta jonë të jetë një shprehje e mirënjohjes ndaj Atit që ofroi hir ndaj nesh. Ai na bëri të denjë të kemi pjesë trashëgimin e shenjtorëve në dritë. Ai na nxorri nga pushteti i errësirës dhe na çoi në mbretërinë e birit të tij të dashur. Ne jemi shpenguar dhe falur nga të gjitha mëkatet tona. Mendoni për këtë lutje për një moment. Çfarë mendoni se do të ndodhte në jetën tuaj nëse dikush do të lutej për ju kështu? Ai do të thoshte, Zot, pastaj do të përmendte emrin tënd, mbushë atë me njohurinë e vullnetit tënd, me urtësinë dhe mençuri frymërore. Mësoj të eci në mënyrë të denjë për Krishtin që përfaqëson. Vendos në zemrën e tij një dëshirë që të kënaqë ty në gjithçka. Puno në jetën e tij në mënyrë që ai të sjellë frute në çdo punë të mirë. Krijo një dëshirë në zemrën e tij për ty në mënyrë që ai të rritet vazhdimisht në njohurinë dhe kuptimin e rrugëve të tua. Forcoj atë me fuqinë sipas pushtetit tënd të mbinatyrshëm dhe të lavdishëm në mënyrë që të qëndrojë pa u tundur para çdo testi. Zot, bëj që të ketë një zemër falenderuese për punën e hirit, ku ai është pjesë e trashëgimisë tënde, sepse ti, Zot, e ke nxjerrë atë nga errësira dhe e ke sjellë në dritë, e ke shpenguar me anë të gjakut të Jezusit dhe ke falur mëkatet e tij. Zoti do t'i përgjigjet kësaj lutje. Kjo është një lutje e fuqishme. Dëgjoni se çfarë thuhet tek letra e parë e Gjonit, kapitulli 5, vargjet 14 deri në 15. Kjo është siguria. Ky është guximi që kemi përpara tij kur ne shkojmë para fronit. Nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, ai na e plotson. Gjithçka në atë pasazh është vullneti i tij. Nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, ai na e plotson. Dhe nëse dim se ai na i plotson, që ai na dëgjon të gjithë ato që i kërkojmë, ne dim pas një pikë dyshimi se i kemi ato që i kërkuam atij. Nëse luteni kështu, nuk mund të jeni më kurrë i njëjti.
Nëse luteni vazhdimisht dhe me besim për dikë tjetër, ai person nuk mund të jetë më i njëjti. Perëndia do ta dëgjojë atë lutje dhe do të përgjigjet. Por më lejoni t'ju them edhe një herë që ju nuk mund ta bëni këtë lutje për dikë tjetër nëse nuk ka filluar të ndodhë më parë diçka në jetën tuaj. Privilegji më i madh që Zoti i ka dhënë çdo qenie njerëzore është ky, që edhe pse kam mëkatuar kundra Zotit të shenjtë, hiri i tij më ka pajisur të jem në një pozitë ku mund të flas me të. Privilegji më i madh që mund të ketë një person është të jetë në gjendje të flasë me Zotin Sovran të gjithë krijimit dhe ai të dëgjojë çdo fjalë të tij. Ky është privilegji im. Unë mund të flas me një person që është me të vërtetë i interesuar në gjithçka që çoj tek ai. Ai ka fuqinë e pakufizueshme për t'ju përgjigjur çdo lutjeje dhe dashuria e tij është për te kuptimit tim. Ky Zot me të cilin mund të flas, dëshiron gjithmonë më të mirën për mua, pavarësisht se çfarë ndodh. Nuk ekziston asnjë privilegj këtu në tokë që mund të krahasohet me këtë. Pyetja është: çfarë po bën ti me këtë privilegj të jashtëzakonshëm për të ndryshuar për mirë jetët e njerëzve që do dhe që ka nevojë dëshpërimisht për Zotin Jezus Krisht si shpëtimtarin e tyre? Po për sa i përket jetës tënde, çfarë do të ndodhë nëse ti fillon të lutesh kështu? Ti do të transformohesh. Dhe pikërisht, kjo është fuqia e lutjes. Miq të dashur, le të lutemi së bashku. Zoti im, ne të thrasim ty sot në emrin e Jezusit dhe lutemi në këtë emër që na jep të drejtën të vim para fronit tënd për të marrë hir dhe mëshirë prej teje. Zot, ne e çmojmë që ne mund të lutemi jo vetëm për veten, por edhe për të tjerët. Dhe ne kërkojmë prej teje që të na mësosh se si të drejtohemi, duke u lutur në drejtimin e frymës dhe jo të mishit. Të lutemi o Zot, na mëso si të dorëzohemi plotësisht ndaj frymës tënde, që të mund të jemi ndërmjetësues për të tjerët. Kërkojmë urtësinë, mençurinë frymore për të depërtuar në lutje. Në emrin e Jezusit, unë lutem. Amen. Privilegji më i fuqishëm që u ka dhënë Zoti besimtarve është që të lutem për njëri tjetrin. Në programin e ditës së sotme, Dr. Charles Stanley na tregoi se si lutja në kapitullin e parë të Kolosianëve mund të transformojë jetën tuaj dhe jetën e atyre që ju doni. Perëndia dëshiron të përgjigjet lutjeve të fëmijëve të tij, kështu që sillni kërkesat tuaja përpara tij dhe besojini atij të bëjë më të mirën. Psalmi 37, vargjet 3 deri në 9 thon: Ki besim tek Zoti dhe bëj të mira. Bano vendin dhe shto besnikërinë. Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sate. Vendose fatin tënd tek Zoti. Ki besim tek ai dhe ai ka për të vepruar. Ai do të bëjë të shkëlqejë drejtësia jote si drita dhe ndershmëria e saj si mesnata. Ri në heshtje përpara Zotit dhe prite atë. Mos u hidhëro për atë që i shkojnë mbar punët e veta, për njeriu që ndjek planet e këqija të tij. Hiq dorë nga zemërimi dhe lëre përbuzjen. Mos u dëshpëro. Kjo do të çonte edhe ty të bëje të keqen. Sepse njerëzit e këqij do të shfarosen, por ata që shpresojnë tek Zoti do të bëhen zotër të tokës. Këtu të dashur miq kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valëteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.